Video e sotme fillon me sulmin që përjetoi Konaku nga Fisi Albora, ku aty vazhdon të ketë ende rrezik. Agresorët nuk janë larguar plotësisht, policia ndërhyn, situata është kaotike, ndërsa brenda Sadakati është e plagosur, por nga fjalët kuptohet që është jashtë rrezikut për jetën. Plaga në shpatull jo shumë gjakderdhje. Ndërkohë, Kaja është ende në një rrezik të madh. Prandaj Ajla dhe Nare përpiqen ta bindin Xhianin të largohet. Xhian nuk do që të lërë nënën në atë gjendje, por ato i thonë qartë, ne jemi këtu, ajo do të shpëtoj, ti duhet të shkosh te Kaja. Nga ana tjetër, policia mbërri në Konak dhe përballet me një situatë shumë të rëndë. Plagosjen e Sadakatit dhe gjithçka tregon për një sulm të organizuar. Alia del përpara dhe flet me autoritet, duke u prezantuar si nusja e shtëpisë dhe njëkohësisht si doktoresh. Ajo këmbgul që ndërhyrja mjekësore duhet bërë menjëherë aty, sepse Sadakat ka humbur gjak. Fillimisht policia kërkon ta çojnë në spital, por gjendja e saj nuk e lejon, pranojnë trajtimin në vend. Nga ana tjetër, Sadakat edhe e plagosur mendon për akmarrje dhe drejtësi. Ajo është e bindur që pas sulmit qëndrojnë njerëzit e Xhmelit dhe kërkon që policia t'i gjejë. Pasi situata stabilizohet pak, policia fillon hetimin dhe pyetja kryesore bëhet ku është Xhihan. Ndërkohë që policia fillon kontrollin e plot të Konakut për të gjetur prova dhe personin e fshehur pra Xhihanin, Alia përpiqet të mbrojë Xhihanin, duke thënë që nuk e di ku ndodhet, por policia dyshon dhe kërkon ta gjejë. Ndërkohë, Sadakati është e shqetësuar për Boranin. Situata tensionohet kur vjen Xhmeli dhe përpiqet të sillet sikur nuk ka lidhje. Alia dhe Nare acarohen shumë me të, sepse dyshojnë që ai e ka në dorë këtë sulm. Ai madje mundohet ta hedhë fajin diku tjetër. Policia ndërkohë zbulon një dhomë të mbyllur, nuk ka çelës, gjë që e bën akoma më të dyshimt. Në momentin kritik, del dikush dhe thot, rri unë aty. Policia hyn në dhomën ku ndodhet Borani, duke rritur tension maksimal. Jashtë derës, Alia qëndron si mburoj, e vendosur të mos lejoj askën të futet. Aty përballet me Xhmelin, i cili dyshon se po fshehin dikë, Xhianin ose një sekret tjetër. Situata përshkallëzohet, Xhmeli insiston të hyjë me forcë. Alia e ndalon pa u tërhequr. Ai arrin deri aty, sa i drejton armën Aliës, moment shumë i rrezikshëm. Vjen Xhiani në momentin e fundit, ai del përballë Xhmelit dhe e kërcënon drejt për drejt. Fillon një përleshje fizike mes tyre, shpërthen gjithë tensionin mbledhur. Nare dhe Alia futen në mes, duke shmangur një tragjedi më të madhe. Xhmel detyrohet të tërhiqet dhe largohet. Alia dhe Nare i kërkon Xhianit të largohet menjëherë. Arsyeja, policia është aty dhe nëse e gjen, situata përkeqësohet edhe më shumë për të. Pasi mbarojnë hetimin tek dhoma ku ndodhet Borani, policia i flet drejt për drejt Aliës dhe i bën të qartë. Ata thonë se do të vazhdojnë hetimet, nëse Xhian shfaqet duhet të dorëzohet. Vendimin final do ta marrë gjykata, jo ata. Alia përpiqet të mbajë qendrim, thotë se nuk e di ku ndodhet Xhiani, nuk pranon ta tradhëtoj apo t'i jap informacion. Nga ana tjetër, situata është kritike dhe plot ankth. Sadakat po lufton për jetën. Ajo gjithashtu është e shqetësuar emocionalisht, duke thirrur vazhdimisht fëmijët e mi, me frikën se mund t'i humbas. Por Alia është aty pranë, duke u përpjekur ta qetësoj dhe ta mbajë situatën nën kontroll. Ajo përpiqet të jetë e fortë dhe pse gjithçka rreth saj po shembet emocionalisht. Kaja është i shqetësuar për nenën e tij, ai kërkon të vërtetën nga Xhiani, ka frikë se po i fshehin diçka. Xhian përpiqet ta qetësoj, duke i thënë, plaga nuk është në një vend të rrezikshëm, do të jetë mirë. Ndërkohë situata përkeqësohet. Hasan njofton se policia po afrohet. Kjo e kthen menjëherë skenën në urgjencë. Reagimi i Xhianit, ai kërkon ta nxjerrin fshehta Kajën, ta fusin në makinë dhe të largohen, pastaj ta kontaktojnë përsëri. Hasan përpiqet të shpëtojë Kajën duke ndihmuar të arratiset, jep udhëzime hap pas hapi, të kërcej poshtë, të vrapoj drejt pa u ndalur, por situata është shumë e vështirë sepse Kaja nuk sheh më. Është i pafuqishëm dhe i frikësuar. Momenti është i rëndë. Policia afrohet dhe bërtet të ndalen. Hasani e kupton që nuk kanë më rrugdalje. Hasan vendos të dorëzohet vetë. E bën këtë që të tërheqë vëmendjen e policisë, t'i jap një mundësi Kajës që të largohet. Ndërsa në këtë skenë,
Gjan duket i shqetësuar për situatën, por i vendosur të gjej kajën para se të ndodhë diçka e keqe. Alia përgjigjet qetësisht, tregon gatishmëri të bashkëpunojë dhe të respektojë këshillat e Xhianit, por gjithashtu është e shqetësuar për sigurinë e tij dhe të tjerëve. Nare dhe Fidan, së bashku, shkojnë për të raportuar zhdukjen e Shahinit në polici, por për një moment ndryshon gjithçka, sepse Shahin telefonon Naren dhe njofton se ndodhet në konak. Nga ana tjetër, Alia shkon tek fisi Albora për të përballur situatën pas sulmit dhe tradhëtisë. Gjian e kupton këtë dhe komunikon me njërin nga bashkëpunëtorët e tij për të monitoruar situatën. Alia përdor autoritetin moral dhe profesional për të folur për drejtësinë dhe të vërtetën, duke akuzuar ata që kanë kryer veprime të paligjshme dhe tradhëtim. Alia flet hapur për sulmin dhe veprimet e padrejta që kanë ndodhur kundrejt Konakut dhe Albora. Përmend se kur u qellua, ishte një akt i një tradhëtie të organizuar. Përforcon se Gjian nuk ka vepruar kundër policisë, por se ata që e akuzuan janë përgjegjës për manipulim dhe tradhëtim. Alia i bën thirrje fisit të mos heshtin përballë të vërtetës, të qëndrojnë me të drejtën dhe të mos mbulojnë tradhëtin. Gratë e fisit e mbështesin Ailën, duke i dhënë forcë morale për të qëndruar e vendosur përballë fisit Albora. Pas këtij takimi, Gjiani tregon Aljes se ndihet i shqetësuar për rreziqet që ajo ka marrë, duke lënë Konakun në mes të situatave të rrezikshme. Ai e vlerëson të gjithë kontributin e saj, si shpëtimin e Boranit, nënës së tij dhe vetë Gjianit. Alia tregon se ndihet vetëm një nën, por Gjian e siguron se veprimet dhe guximi i saj e bën atë të fuqishme dhe të respektuar. Krenaria dhe mirënjohja e Gjianit, ai shpreh se Alia i ka dhënë forcë dhe siguri në situata shumë të rrezikshme. Ndjenjat e tij përfshin respekt të thellë dhe krenari për vendosmërinë e saj. Shahin shihet nga Nare dhe Fidan në një gjendje të plagosur, i zemëruar me veten për situatën në të cilën e shfutur. Ai ka dëmtuar Gjihanin, gjë që rrit tensionin dhe fajsinë e tij ndaj situatës. Në të njëjtën kohë, ai përballet me Xhmelin, i cili duket i vendosur dhe konfortues. Duke ditur veprimet e tij, ai ndihet i bllokuar në një kurth, duke e bërë të reagojë me zemërim dhe dhunë. Ndër veprimet e tij me Xhmelin, pasqyrojnë frustrimin dhe zemërimin për situatën kaotike. Nare dhe Fidan janë dëshmitare të gjendjes së tij të plagosur, duke shtuar tensionin dramatik sepse janë të shqetësuar për rreziqet që mund të ndodhin. Shahin i shkatëruar emocionalisht dhe i zemëruar me veten, i thot Nares se ndihet në faj që i ka besuar babait të tij, duke përfshirë dëmtimin e Gjianit. Ai ndjen faj dhe dhimbje, ndërsa Nare përpiqet ta qetësojë dhe ta mbajë të lidhur me shpresën, duke i dhënë forcë për të përballuar situatën.